Dinamika e aksidentit në rrugën Varr-Fushkruj, ku mbetën të vdekur 4 të rinj mes natën e të mërkurës, zbardhet e plot. Policia ka parë në kamerat e sigurisë se automjeti me 4 të rinjt ka parakaluar 2 kamion që lëviznin në rrugën Varr-Fushkruj dhe më pas ka hyrë sërish në rrugë në sensin e drejtë, duke vazhduar udhëtimin, por u përplas me betonjeren që kishte ndaluar. Në dëshminë e tij, shoferi 24 vjeçari betonjeres Aleksandër Krashi ka dëshmuar se sapo ka hyrë në rrugën kryesore i është fikur mjeti, pasi i kishte mbaruar nafta. Ai tha se harroi të ndez bllokazhin e makinës kur shkoi në një karburant aty pranë për të marrë naftë. Në dëshminë e parë, shoferi nuk ka treguar të vërtetën dhe ka thënë që ka qenë në lëvizje, por në dëshminë e dytë ka dhënë variantin e mësipër. Ndërkohë ka dyshime që këtij të fundit i është prishur betonjerja dhe më pas i është fikur dhe nuk ka ndezur asnjë dritë bllokazhi dhe nuk ka vendosur as sinjalistikën e nevojshme në rrugë, pra trekëndshin e sigurisë që përdoret në raste defektesh të tilla për të paralajmëruar automjetet në ardhje. Grupi hetimor dyshon se përplasja ka qenë e fortë për shkak të shpejtësisë së lartë dhe mungesës së fushpamjes së drejtuesit në makinën e aksidentuar. Faktor për mungesën e fushpamjes besohet se ka qenë edhe mungesa e ndriçimit në zonë. Bazuar në ekspertizën e kryer nga grupi hetimor, kur është përplasur me betonjeren, mjeti ku ndodheshin 4 të rinj ka qenë me shpejtësi rreth 140 km/h.